Gjykata e shkallës së parë në Kukës ekzekutoi vendimin për konfiskimin e disa pasurive të Fation Dautajt dhe familjarëve të tij, të cilët dyshohen se janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Sipas vendimit të gjykatës, pasuritë e konfiskuara përfshin një jesi tregtare me sipërfaqe 100 metër katror, një truall me ndërtesë 64 metër katror dhe një pronë tjetër me sipërfaqe 30 metër katror. Fation Dautaj është i njohur publikisht për përplasjet e tij gjatë protestës së 21 dhjetorit 2021, kur u filmua duke goditur me shkelm derën e selisë së Partisë Demokratike gjatë përplasjes mes grupimeve të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe Lulzim Bashës. Ai ka qenë gjithashtu i arrestuar në Londër nga policia metropolitane për tentativë vrasje dhe është hetuar nga Agjencia Kombëtare kundër krimeve në Angli për trafik droge dhe pastrim parash. Konfiskimi i pasurive është një masë e zbutur nga autoritetet shqiptare për të penguar përdorimin e mundshëm të pasurive të fituara nga veprimtaria kriminale. Vendimi i gjykatës synon gjithashtu të sigurojë që pasuritë e përfituara në mënyrë të palishme të mos kalojnë në posedim të mëtejshëm të akuzuarve ose të familjarëve të tij, duke garantuar efektivitetin e ligjit dhe luftën kundër krimit të organizuar.